Shoferët që bujnë aksidente dhe shpallen fajtor, patenta u hiqet maksimumi deri në 1 vit, pavarësisht të rasteve kur aksidenti është me pasojë vdekjen ose plagosje e rëndë. Kodi rrugor nuk parashikon sanksione të tjera për drejtuesit e makinave. Eksperti rrugor Gëzim Hoxha thot në një intervistë për Report TV se shoferët mund të ndiqen penalisht për aksidentet, ndërsa patenta u hiqet maksimumi deri në 1 vit. Një drejtues mjeti ka një përgjegjësi penale për aksidente që ka ndodhur, që ka aksidentuar një person, ka dhe një kundërvajtje administrative që ai ka tejkaluar normat e shpejtësisë. Për të dyja këto kanë dy gjykime të ndryshme, një ka gjykata dhe një ka Komisioni i Shqyrtimit të Kundërvajtjeve. Heqja patentës mund të deri në 1 vit. Pasi u hiqet patenta në rast se shkelin kodin rrugor apo shpallen fajtor në aksidente, shoferët janë të detyruar që të bëjnë një kurs teorik pranë autoshkollave. Po marr rastin që është shpejtësia e tejkaluar. Për këtë shpejtësi të tejkaluar, drejtuesi i mjetit parashikon që ka kaluar 2 herë normën e shpejtësisë, atëherë parashikohet heqja patentës 6 muaj. Atëherë komisioni vendos heqjen e tij për 6 muaj. Po këto janë rast pas rasti, nuk ka raste të precizuar që çdo njeri që bën një aksident duhet të heqë patentën 1 vit, 2 vjet apo 3 vjet. Këta njerëz duhet trajnohen, pra duhet futen edhe një herë në kurs për të marrë patentën, sepse këtyre duhet hiqen pikë nga patenta, sipas rastit që ata kanë shkaktuar kundërvajtjen administrative. Sipas të dhënave të policisë së shtetit, në vit ndodhi më shumë se 50 aksidente me pasojë vdekjen, ku fajtor janë shpallur drejtuesit e makinave. Gëzim Hoxha thekson se duhen masa më të rrepta për shoferët që vrasin në rrugë. Kur drejtuesi i mjetit shpallet fajtor nga gjykata, që merr dënimin, duhet patjetër që këta njerëz të kenë sanksione shumë të forta, sepse tregon që këta njerëz janë të paqëndrueshëm, tregon që këta njerëz mund të përsërisin këto gjëra. Nga amnistia, shumë prej personave që janë arrestuar për shkak të aksidenteve janë liruar. Ata tashmë vetëm me një kurs mund të rimarrin patentën.